Franca është e hapur për të diskutuar vendosjen e armëve bërthamore të saj në vendet e tjera në Europë, tha presidenti francez Emmanuel Macron. Gjatë një interviste me transmetuesin francez TF1 të martën, Macron tha se SBA tashmë kanë avion të armatosur me armë bërthamore në Europë. Amerikanët kanë bombat në aeroplan në Belgjik, Gjermani, Itali, Turqi, tha Macron. Ne jemi gati ta hapim këtë diskutim. Do ta përcaktoj kornizën në një mënyrë shumë specifike në javët dhe muajt që vijnë, tha ai. Macron tha se çdo zgjerimi i mbrojtjes bërthamore të Francës në vendet e tjera europiane do t'i nënshtrojë kushteve, duke përfshirë sigurimin që përdorimi i tyre të mbetet vetëm në duart e presidentit francez. Gjithmonë ka pasur një dimension europian që merr parasysh interesat jetësore, tha Macron. Franca, fuqia e vetme bërthamore e Bashkimit Evropian, nuk do të paguante për sigurinë e të tjerëve dhe aftësinë e saj mbrojtëse duhet të mbeten plotësisht të paprekura, theksoi ai. Franca mate rreth 280 koka bërthamore në vitin 2024, sipas shifrave nga Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve për Paqen në Stockholm. Ushtria e saj ka fuqinë t'i lëshojë këto në mënyrë të pavarur nga nëndetësit e veta ose të përdorë avion për t'i lëshuar ato nga qielli. Britania gjithashtu ka armë bërthamore, rreth 225 prej të cilave janë të grumbulluara, por programi nëndetëse bërthamore Trident i vendit është i lidhur ngushtë me sistemin amerikan dhe mbështetjet e SBA-ja për mirëmbajtje. Kjo ngre shqetësime në lidhje me pavarësinë e Trident, sipas organizatës britanike Chatham House. Macron propozoi në mars të zhvillonte bisedime me aleatët europian se si armët bërthamore franceze mund të ndihmonin në mbrojtjen e Europës. Këto komente vijnë ndërsa shumë udhëheqës europian mendojnë se nuk mund të mbështeten më në angazhimin bërthamor të SBA-s ndaj Europës, me shqetësimeve për kërcënimin rus ndaj kontinentit. Kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz ka shprehur gjithashtu interes që vendi i tij të presë armë bërthamore franceze, ndonse deri në 20 armë bërthamore amerikane janë tashmë të stacionuar në një bazë ajrore ushtarake gjermane. Polonia, Danimarka dhe Lituania kanë thënë në muajt e fundit se janë po ashtu të hapura për një mundësi të tillë.